nderuar kryetar të trupit gjykus, të nderuar anëtar të trupit gjykus, pranë shkuzoni edhe zotërin. Sot gjendemi në një fazë përmbyllëse të një procesi gjyqësor me rëndësi të jashtëzakonshme për rendin juridik, sigurinë publike dhe vetë shtetin e Republikës së Kosovës. Kjo çështje nuk përbën thjesht një procedurë penale kundër disa individëve, ajo përfaqëson një përballje të drejtë për drejtë ndërmjet rendit kushtetues të Republikës së Kosovës dhe një veprimi të organizuar, të armatosur dhe të qëllimshëm për ta cënuar atë. Gjatë shqyrtimit gjyqësor janë administruar një numër i madh i provave materiale dhe personale, përfshirë video ingjizime, raporte forenzike, analiza të pajisjeve elektronike, dokumente zyrtare, dëshmi të dëshmitarë dhe deklarata të panderëve. Të gjitha këto prova janë siguruar në përputhje të plotë me dispozitat e kodit të procedurës penale dhe janë shërtuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kontradiktore para këtij trupi gjykues. Nga tërësia këtyre provave rezulton një tablo e qartë, koherente dhe juridikisht e pakontestueshme, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me një rast të një incident të izoluar, por kemi të bëjmë me një organizim të mirëfillt kriminal me qëllim terrorist dhe me synim të cënimit të rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Fillimet e këtij organizimi nuk datojnë realisht nga me datën 24 shtator 2023. Ato dokumentohen qartë që nga takimi i datës 13 tetor 2021 në qytetin e Rashkës, në Republikën e Serbisë, ku është kërkuar armatosje, mobilizim dhe përgatitje për rezistencë të armatosur kundër institucioneve të Republikës së Kosovës. Deklaratat e dhëna në atë takim kanë përfshirë thirrje për mbështetje shtetërore dhe veprim të armatosur, kanë zbuluar elemente thelbësore të kësaj çështje me paramendimin dhe synimin për përdorimin e dhunës si mjet për realizimin e objektivave politike. Ky qëllim nuk mbetet në nivel deklarativ, por materializohet në praktikë. Në fund të vitit 2022, gjatë vitit 2023, evidentohet një përshkallëzim i qartë i veprimeve kriminale që kanë përfshirë sulmet ndaj policisë së Kosovës, sulmet ndaj gazetarëve dhe institucioneve zgjedhore, vendosjen e barikadave dhe përdorimin e mjeteve shpërthyese në këtë vend. Gjithashtu si edhe sulmin ndaj KFOR-it, ku janë lënduar mbi 90 ushtarë të KFOR-it. Këto nuk janë ngjarje të ndara apo të rastishme, por faza të një plani të strukturuar që kulmon telefonat, hartat dhe pajisjet e sekuestruar në vendin e ngjarjes që i përkisnin grupit të armatosur dëshmojnë qartë se ky grup ka zhvilluar një stërvitje ushtarake në poligonin Pasuljanske Livade në Republikën e Serbisë pa pengesa nga autoritetet përkatëse. Janë realizuar ushtrime taktike me armë, eksploziv dhe mjetet e blinduara në lëvizje. Dhe gjithashtu janë planifikuar në mënyrë të detajuar operacionet për këtë rast. Janë sekuestruar harta me pozicione të sakta të përvendosjen e grupeve në zonën e manastirit dhe rreth fshatit Bojsk, përfshirë harta topografike dhe satelitore nga Google Maps. Pashtu janë gjetur skica të realizuara përmes dronëve, si dhe dokumente që parashohin vendosjen e flamojve të Serbisë në pika strategjike në veri të vendit, me qëllim përcjelljen e mesazhet dhe kontrollin dhe prezencën e tyre në atë vend. Gjithashtu është evidentuar një plan ngarkim lidhur me minahes të furnizuar nga një institucion zyrtar ushtarak i ushtrisë së Republikës së Serbisë, që përbën të dhëna personale dhe pozitat të zyrtarëve përgjes për dorëzimin e tij. Pashtu është gjetur edhe një listë detajuar eksplozivëve me specifikime për llojin, sasinë,
dhe emërtimin e tyre. Për më tepër është sekuestruar një fletore me emra personash, shenime, përndrime dhe pozicione të caktuara si dhe dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Gjithashtu janë gjetur lista pjesëmarrësish, struktura komanduese dhe dokumente të tjera që dëshmojnë se një organizim i mirëfill dhe struktura ushtarak ka ndodhur dhe po ndodh në atë kohë. Kjo nuk është një veprimtari spontane, është një veprimtari e planifikuar në mënyrë të kujdesshme dhe sistematike. Në orët e para të mëngjesit, grupi ka vepruar sipas planit operacional. Fillimisht ka vendosur barikada me kamion, kanë kryer monitorimin e terrenit, janë pozicionuar njësi të armatosura dhe më pas kanë filluar sulmin e drejt për drejt ndaj institucionit, në këtë rast Policisë së Kosovës. Sulmi është realizuar me armë automatike, raketa Hertz dhe me mjete shpërthyese, pamjet filmike dhe raportet forenzike.